A ju kujtohet Zhadja e famshme nga seriali Klonit? Zhadja ishte personazhi që u bë hit i vërtet në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe kjo falë rolit të shkëlqyer dhe gjithë impaktit që kishte seriali aso kohe. Por siç mund të vërehet, aktoreja latine ka një ngjashmëri të madhe fizike me Eglin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Tipare afërsisht të njëjta mes dy artisteve, a mendoni edhe ju? Lini komentin tuaj poshtë videos. Na do t'i rikujtojmë se Egli u largua nga gara e shtëpisë më të famshme para disa ditësh dhe tani ajo është rifutur sërish, por me një ndryshim total në sjellje, sidomos kaqëri gjestit, të cilit e kishte shprehur dashurinë që kishte për të, por nuk e mori asnjëherë mbrapsht këtë lloj dashurie që ajo i dha atij. Se çfarë do të ndodhë mes tyre, na mbetet vetëm të presim në ditët e vazhdim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.